Apo unë them tjetër bile, them po t'ishte Lulbasha, bota perëndimore, Amerika dhe këto të gjakshin dhanë pushtetin, mendoj, si që dhanë bashkinë atëherë, që fotarvizoja 3 herë. Do të kthehet edhe një Lulbasha thua? Që i keq Lulbasha, pavarësisht tash nuk mund të krahasojmë zotësinë e një tjetri me një tjetri. Nuk që i keq, nuk qenë ajo dhec radikal, nuk qenë ajo dhec ekstremist, nuk qenë ajo dhec diktator. Ishte njëri i butë, ne kemi nevojë tash se ne jemi të lodhur vetë, kemi dhe udhëhec të vështirë, në thënë drejt. Është e vështirë, ne duam ca udhëhec të butë, duam ca udhëhec që të na qajnë hallin, që të na zgjidhin hallin. Ne kemi me mira probleme, paga, taksa të larta, administratë të dobët e të shkatruara, këto polici, janë ca segmentet policisë që të nxjin jetën, drejtësia ka problemet e veta, sepse edhe drejtësia nuk jep drejtësi, po jepen ca gjona, jo ca, po ndoshta shumë gjona edhe me interes. Pra ne kemi nevojë për shumë gjona. Këtë unë nuk e kom taku ka kud, e kryeministin po të gjatë kërkosh. Të kthehet të merret me politikën e mbrëmshme. Kthehet të bëjë diçka për këtë popull. Ne para ca ditë, ajo nafta gret vetëm për këto biznesmen. Populli e ha dhe ngritjen e naftës, populli shkret vur. Biznesmen bllokon autobuset dhe dreqin ne që do shkoshim punë për cop bukës, hangëm dunjan. Dhe nuk unë gritë kush, kam fol bilat ditë në autobus, mu këthy njerëzit, ato që ishin të nuk vuj shumë, se unë inxhinier pyesha, po ato që ishin të hëngër dunjon, se kishin lënë kalamajt e vegjële po shkoshin punë, jo, nuk protestojmë, që ba protestoj, se po s'protestove nuk fitova si gjë. Faleminderit.